Ndodh shpesh, nga ndodhur një herë për shumë kohë në 97-ën, kur nuk e di e mbaj mend 97-ën. Po, si se mbaj mend 97-ën, po e mbaj mend kam jetuar në Burrel, një vend i tmerrshëm. Edhe më ndodhi që mami im u arratis, domethënë iku gjeti një anije, ishte nën Krisma, nën Kalashnikov, kështu babi ishte deputet në atë periudhë. Edhe iku sëri një javë. Një javë pas zë. Edhe pastaj kam lexuar shumë për këtë, edhe quhet mutizëm selektiv. Edhe është emocional pra. Domethënë është nga kur pëson kështu shok madh, aty në Durrës kishte shumë krisma jashtë dritarëve edhe babi ishte në Tiranë, nuk dija do vinte sepse parlamenti ishte do digje ishte mbyllur në parlament. Edhe mami kishte ikur nuk po e di fare. Durrësin që ka qenë kaq problematik. Nuk ishte më keq se vendet e tjera, në fakt Vlora këto jugu. Vlora ka qenë keq. Edhe Burreli kam jetuar ka qenë shumë keq. Shumë keq bandat. Unë kam qenë në Burrel, kam qëndruar e mbyllur në shtëpi për 4 muaj, pa dal fare. Ja, kështu kemi qenë gjithë. Unë kam qenë matur në atë periudhë. Babi më ruante, mbaj mend shtëpinë me automatik bashkë me komshitë e tjerë. Edhe në erdhën komshitë dhe na ofruan që të marrim automatik, po babi im ishte njëri shumë paqësor. Edhe nuk prema. Jo, tam mruani ju. Edhe babi në fakt nuk pranoi kur ardh në shtëpi, po pastaj aty jashtë duhej. Duket si surreale kur e mendoj. Ishte gjithë lagja, domethënë që kishin merrin edhe ishin u shpërndan armë, nuk e di nga i nxorrën, nga dolën, i morën secili mori armën e vet, po babi më tha unë ta përdor, kështu që koçë ta ke merrni ju, ta keni që ti ta përdorë dhe më mbrona dhe Për të parë programin Me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.